Mirdita fusharzi, mirdita zonja dhe zotrin. Në këto male të larta ku fjalët nuk hidhen kot dhe premtimet nuk harrohen, ka marrë jetë një aleancë e shenjtë, ajo midis PUK-s dhe Partisë Demokratike. I nderuar doktor Berisha, mirë se erdhët në PUK. Këtu ku nga fillimet e pluralizmit u ndje më fort se kudo zëri juaj, biri i maleve që foli si malsor dhe u dëgjua si udhëheqës. Siç thot dhe i vjetri Pukjan, shtëpia mahet me bes, jo me dritë. Dhe Partia Demokratike në këtë shtëpi të madhe që quhet PUK nuk ka ardhur vetëm me drita fushate, por ka ardhur me besën për ndryshimin. Tani të dashur miq, ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar.
studentes Erisa Meqi. Të nderuar bashkëqytetar, të rinj dhe të reja, miq të idealit dhe të së ardhmes. Sot qëndroj përpara jush, jo vetëm si një re që beson të ndryshimi, por si një zë i gjeneratës son. I një brezi plot energji, plot ëndra, por që për vite është detyruar të shohë për te kufinve për një të ardhme më të mirë. Shumë prej nesh jemi rritur me shpresën se Shqipëria do të bëjë vendi ku ja vlen të ndërtosh një jetë, të krijosh familje, të ndërtosh, pa u detyruar të largohesh. Por kjo shpresë është në rënje, dhe shkaku është mjaft i qartë. Një qeveri që ka dështuar ta mbajë rinin këtu, që ka kthyer shpresën në dëshpërim dhe që çdo ditë më shumë po bëshatis vendin ton. Statistikat flasin vetë. Çdo ditë 10 të rinj largohen, jo sepse nuk duan Shqipërinë, por sepse nuk gjejnë mundësinë që të krijojnë jetën e tyre këtu. Ata ikin sepse sot në Shqipëri nuk ka meritokraci, nuk ka mbështetje për iniciativën e të rinjve, nuk ka siguri për të ardhmen. Por unë dhe shumë të tjerë si unë nuk e pranojmë këtë realitet si fat. Ne besojmë se Shqipëria mund të ndryshojë, dhe ky ndryshim vjen vetëm përmes një force që të dëgjon zërin e të rinjve, që mbështet sipërmarrjen e tyre, që vendos dinjitetin dhe punësimin në qendër të politikave të saj. Kjo forcë është Partia Demokratike, një parti që beson te fuqia e qytetarëve, që nuk friksohet nga rinia, por e jep asaj zë dhe hapësirë. Një parti që ka një vizion mjaft të qartë për një Shqipëri të drejtë, të zhvilluar dhe të barabartë për të gjithë. Prandaj është koha të zgjohemi, të ngrihemi, të mos qëndrojmë indiferent, sepse mosveprimi është votë për vazhdimin e të njëjtës qeveri që na ka lënë pa një të ardhme. Le ta zgjedhim ne përfaqësuesin tonë në parlament, i cili do të mbrojë interesat tona, do të ngrejë zërin për hallin e pukjanëve. Le ta bëjmë që zëri jon të dëgjohet. Le të votojmë për ndryshimin, le të votojmë për Partinë Demokratike dhe zotin Lodovik Hasani. Sepse Shqipëria meriton më shumë, sepse ne meritojmë më shumë. Faleminderit. Tani përpara se t'i jap fjalën pensionistit zotit Lekcuri, dua të theksoj që kjo ishte nga iniciativa personale e Erisës, nuk implikon asnjë ndikim tjetër. Faleminderit. Rrof Partia Demokratike Shqiptare. I nderuar zoti Sali Berisha, mirë se erdhën PUK. Unë jam Lekcuri, një pensionist si pjesë dërmuese e pensionistëve në Shqipëri. Jo vetëm në këtë fillim fushatës zgjedhore, ja baj pyetjen vetes. Pse na kërkon votën ne pensionistëve Edi Rama dhe a duhet ta votojnë pse ne pensionistët? Na kërkon votën duke na marrë dorë zgjedhësh. Na kërkon votën duke na detyruar fëmijët na largohen dhe të na lënë vetëm. Na kërkon votën duke na trompetuar si pensionistëve, na bëhet tan shërbimet shëndetësore falës. Na kërkon votën duke thënë se kam rritur pensionet, rrit ekonominë, ul çmimet e drejta dhe të ujit etj. Ne pensionistët na intereson se si mund të përballojmë jetën me pensionet që marrim. A janë të vërteta këto? As pak nuk janë të vërteta. A është rritur çmimi i energjisë elektrike dhe ujit. Në një kohë kur ujit, Zoti na ka falë dhe vjen rrethshëm deri në çdo shtëpi. Janë rritur çmimet e konsumit të përditshëm, sepse duke filluar nga para është rritur nafta 2 fish nga 2013 dhe përpasoj ne kemi shumë të vështirë jetesën. Na jepen disa ilaçe të dispozuara që pa frikë them se nuk kanë kurrë efektin e përmirësimit e shtetit të popullatës as të pensionistëve. Partia Socialiste me Edi Ramën kryetar dhe kryeministri i vendit tash 12 vjet nuk ka realizuar asnjë premtim. Edhe këtë mos realizimi i kanë arsyet e veta, sepse një ekip qeverisës dhe kryeministri i vendit e përmirësojnë ekonomikisht jetën e pensionistëve dhe qytetarëve të vet, duke përdorur me efikasitet buxhetin e shtetit të grumbulluar nga taksapaguesit. Këta qeveritar e kanë përdorur me shumicë, duke vjedhur dhe shpërdoruar buxhetin e shtetit. E kundërta ndodh
totalisht me programin e Partisë Demokratike dhe Dr. Berishës. Duke filluar nga data 12 maj, do të rriten pensionet, do të trajtohen ekonomikisht si njerëz dhe familje me dinjitet shtresat në nevojë, do të ulen ndjeshëm çmimet në karburant, drita, ujë dhe si pasojë, ulen të gjitha çmimet e konsumit të përditshëm. Atëherë ne pensionistët dhe gjithë ne dhe gjithë votuesit duhet i bëjmë përsëri të japim përgjigje. A pëse, këtë duhet votojmë? A pësen me Ramën që na vështëson jetën për ditë, apo pëden me Dr. Berishën që fillon na përmirëson jetën, që nga dita e parë e qeverisë demokratike. Pra ne, vullnetarisht dhe me ndërgjegjët plot jemi të bindur se duhet votojmë Partinë Demokratike Shqiptare, Dr. Berishën dhe ekipin e saj të deputetëve të Sharkut, Shkodrës dhe gjithë Shqipërinë. Ne banorët e rreth Pukës kemi shumë besim tek PDSH-ja dhe Dr. Berisha. Kemi arsye të plota se Dr. Berisha jep dhe mban premtimin. Nuk po përmend shumë gjana sepse kemi shumë ne po kanë për përmend gjatë kohës qeverisë Berishës si ka realizuar, por vetëm 2 rrugë, Bërtheti Balla dhe Qafshërreti Qelz Marnash, që janë asfaltuar në kohën e qeverisë Dr. Berishës, po kanë duhet t'ja dim për nerë kur ta votojmë. Zoti Berisha, Puka është braktisur nga varfëria dhe këta nuk e meritojmë këtë trajtim që na është bërë 12 vjet. Jemi një rreth vërtet malor, por që gëzon për i Zotit pasuri të mëdha nën toksore mbi toksore. Ujë të kristal, pyje minire pa fund, por që të kthehet jeta sa normale, të kthehet një pjesë e mirë emigrantëve dhe të jetojnë e investojnë pranë familjeve, duhet një qeveri që të lexojë mirë këtë realitet të hidhur që ne përjetojmë. Unë jam i bindur që këtë realizon Partia Demokratike Shqiptare, me kryeministër zotin Sali Berisha në bashkëpunim me qeverisën vendore të 2 bashkive dhe ekipin e parlamentarëve që do të ketë për krah. Po janë të nderuar, kudo që jemi, këto në Pukë, në Fushars, në gjithë rrethin, në tërës shqiptare, kudo që janë, emigrantët, bëjni thirrje, votoni Partinë Demokratike Shqiptare, ekipin e saj dhe Dr. Berishën. Tani, dua t'i jap fjalën drejtuesit të Qarkut, zotit Luciano Boçi. I nderuar zoti Berisha, nderuar kandidat për deputet, të nderuar kryetar të bashkive Pukë Fusharës, dashur banor të Pukës dhe Fusharzit, zonja dhe zotri, tri dhe treja, mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm. Është kënaqësi dhe ndjehemi të respektuar dhe të nderuar që jemi sot bashkë me ju. Të vish në Pukë dhe Fusharës të duket vetja se po udhton drejt parajsës, ku Zoti ka treguar bujarin e tij të madhe, me pyje pafund, me aromë pishash, me ujë dhe gjithçka të bukur që mund ketë një vend. Dhe të vish këtu në këto territore, ti e kupton shumë mirë rëndësinë e tyre si kryqëzim rrugësh dhe lidhjesh të rajonit. Vish këtu, të duket vetja se po ulesh në një sofër të madhe njerëzore, ku Zoti dhe miku respektohen më së pari, ku burrëria, besa, trimëria shkëlqejnë me praninë e tyre. Dhe është absurde ta mendosh që në këtë vend mbretëron dhe ka kaq shumë varfëri. Është e pamundur të besosh që ky vend që ka njerëz të ndershëm, njerëz punëtor, njerëz me talente të jashtëzakonshme, që japin, Hila e thot shpesh, 7% GDP-s në prodhimin e përgjithshëm të Shqipërisë, të jetë kaq në mënyrë dramatike i braktisur. Dhe dashur miq, ka vetëm një shpjegim. Dhe ky shpjegim është ky kryeministër, është ky kryebandit, siç e ka cilësuar zëvendësi i tij Ahmetaj. Është ky kre i organizatës, siç e ka cilësuar Artan Hoxha, ai gazetari dikur që i rrinte në krah dhe e ka ndihmuar të vinë pushtet.
është kjo qeverisje, aleanca e skeqes, aleanca e qelpsirave, përballë cilës ne sjellim sot aleancën për Shqipërinë madhështore, aleancën me qytetarët, aleancën me të vërtetën dhe drejtën. Dhe pas 12 vitësh ke qeverisje, pas 12 vitësh banditizëm, mjerim dhe varfëri, korrupsion, sot shqiptarët janë para një dileme të madhe, pasi i kam parë mirë se kush është Partia Demokratike dhe se kush është PS-ja. Dilema atyre është të votojnë atë vallën e madhe, tallse, të Edi Ramës dhe qeveritarëve të tij në sheshin Nën Tereza, apo të votojnë projektin për Shqipërinë madhështore të Sali Berishës. Jam para dilemës të votojnë atë vallën cinike mashtruese para portave të mbyllura të Europës, të Edi Ramës, apo të votojnë Sali Berishën që futi Shqipërinë NATO dhe zotohet për hapjen e portave të mbyllura të Bashkimit Evropian. Janë para zgjedhjes të votojnë vallën e vdekjes që heth Rama mbi fatet tona, mbi fatet e fëmijëve të shqiptarëve, mbi qytetarët shqiptar, apo të votojnë rikthimin e dinjitetit të jetës, dinjitetit njeriut, dinjitetit fëmijëve tanë, dinjitetit prindërve tanë, dinjitetit motrave dhe nënave tona, dinjitetit biznesit, dinjitetit pronarve, dinjitetit persekutuarve, dinjitetit të emigrantëve që e rikthehen me programin e tij pikërisht Sali Berisha. Po, dashur qytetar, unë e di shumë mirë që ju që tani jeni të gatshëm të votoni Partinë Demokratike, jeni të gatshëm të sillni ndryshimin, por është detyra jonë të sjellim midis jush besën dhe besimin që së bashku me ekipin ton, me punën ton, me Sali Berishën, ne do fitojmë, ne do sjellim atë ndryshim që i takon shqiptarve. Dhe para jush, ne betohemi solemnisht që s'do lëm askënd që i ka vjedhur njerëzve pasurinë, i ka vjedhur jetën, i ka vjedhur votën dhe vullnetin politik pa ndëshkuar, sepse ne jemi Partia Demokratike. Ne s'do lejojmë askënd që të godas thelbin e krenarisë son dhe qenie son, familjen, por do e mbrojmë atë nga çdo sulm dhe denigrim, sepse kemi të qartë shkruar në programin e Partisë Demokratike. Ne s'do lejojmë askënd të shkel vlerat e lirisë dhe demokracisë, pluralizmin dhe republikën, sepse ne jemi Partia Demokratike që e sollën atë në vitet 90. Ne jemi njerëz që drejtohemi nga Sali Berisha që e solli këtë liri dhe demokraci në vitin 90. Dhe për këtë ne nuk vim me fjalë, nuk vim me premtime boshe, vim me zotime solemne, vim në aleancën me ju, me qytetarët, vim me ekipin ton, vim me Gretën, me Klitin, me Bardhin, vim me Lodovikun e Pukës dhe Fusharzit. Vim me njerëz si ju, njerëz thjesht, njerëz ndershëm, profesionist, që mbartin hallet tuaja dhe mbartin sfidat tuaja. Ne vim këtu me një program thjesht, konkret, qartë, realizueshëm, i cili ka një garant për realizimin e tij. Dhe ky garant është kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Dhe dashur miq, është ekipi ynë, është programi ynë, janë qytetarët forca ku ne mbështetemi për të realizuar qëllimin ton dhe nuk bëjmë si Rama, armët e cilit janë propaganda, krimi organizuar dhe administrata kriminalizuar. Ne vim tek ju me pamjen e ndershme dhe të sinqertë
që lufta jon nuk është për politikën, lufta jon nuk është për karrierat tona, lufta jon është për qytetarin. Ne dim që ajo do jetë e vështirë, ne dim që ajo do kalojnë pengesa, por nëse jemi bashk, dhe unë jo bëj thirrjen të jemi bashk, bashkoheni në luftën tonë, ne e fitojmë atë. Le ta vazhdojmë luftën tonë deri në datën 11, të tregojmë forcën tonë bashkimit dhe forcën tonë ndryshimit, dhe le ta fitojmë luftën tonë për Shqipërinë, për Pukën, Fusharzit, për Shkodrën, për familjet tona, për fëmijët tanë. Fitore! Zoti Boçi, ju lutem mos u largoni, sepse ne tani do të bëjmë prezantimin e ekipit fituesve dhe lista për këtë qark kryeson me Luciano Boçi, Kliti Hoti, Greta Bardelli, Ramadan Likaj, Ndoc Ashta, Ludovik Hasani, Lilian Idrizaj, Ted Kopliku, Arben Lushaj, Matilda Matia, Senada Mehmeti, Gentian Doj, Elmira Andreveshaj, Aurel Markaj dhe i fundit, por jo më pak i rëndësishmi, Bardh Sfaia. Disa prej kandidatëve për shkak të takimeve elektorale nuk mund të ishin sot prezent dhe ju kërkojmë ndjesë për këtë. Tani, ju e dini që është momenti të jap fjalën liderit Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Qytetarë dhe qytetarë të Pukës, vëllezër e motra, zonja e zotëri, një përshëndetje të përzemërt dhe vllazërore për të gjithë ju që jeni në këtë shesh, për të gjithë banorët e këtij qyteti dhe të këtij rrethi, për gjithë banorët e qarkut të Shkodrës, kudo që janë sot në këtë qark, në emigracion, diaspor dhe kudo që ndodhen. Një përshëndetje të përzemërt kam këtu për udhëheqësin politik të qarkut të Shkodrës, zotin Luciano Boçi. Kandidatët tanë për deputet në Pukë dhe në këtë qark, të cilët janë sot krenari kombëtare. Një përshëndetje për drejtuesit e Partisë Demokratike dhe në veçanti për dy kryetarët e bashkive demokratike. Të Pukës dhe Fusharësit. Miq, para se të fillojmë të takim elektoral, ju ftoj të nderoj me një minutë heshtje një burr të madh të njerëzimit, një mik të shquar të kombit shqiptar, Papa Franceskun, i cili u nda sot nga jeta. Krishtrimi, mbar njerëzimi, shqiptarët kanë humbur një kolos të mendimit, të besimit tek Zoti, por dhe të dashurisë dhe respektit për njeriu. I përjetshëm,
kujtimi i shejtërisë së tij, Papa Franceskut. Të dashur miq, unë sjell këtu në Puk mesazhin e fitores. Sjell tek ju optimizmin, besimin, vendosmërinë e shqiptarëve në Shqipëri dhe jashtë Shqipërie për një fitore historike me 11 maj. Fitore me të cilën qytetarët shqiptar ndahen nga një keqje e madhe që i ka ploj ata në këto 12 vite, duke bërë që Shqipëria tjetë i vetmi vend në Europë ku të rikthehet një diktaturë e re, tashmë jo një diktaturë marksiste e bazuar në ideologjinë marksiste, por një diktaturë e bazuar në drogën, në krimin dhe vjedhjen e qytetarëve shqiptar. 11 maj është dita e vërtetë e çdo shqiptari. Është ora e tij. Është prova e tij. Pas gjithash dhe mbi gjithash. E dashurisë për këtë vend që po shpërbëhet. Sot Puka, një vend me pasuri prallore, mbi toksore, nën toksore, një vend plot ujëra, minerale, pyje, bimë mjekësore dhe çdo gjë. Braktiset çdo ditë dhe u braktis të 12 vite sa kur ndonjëherë në historinë e saj. Sa asnjë pushtim, sa asnjë diktaturë tjetër. Si Puka e gjithë Shqipëria. Në 10 vite, nga 2014 në 2023, vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian, u larguan për këtë hapësirë 1.099.000 shqiptarë. Pra, në qoftë se ky vend ka një zë, në qoftë se kjo tokë ka një klithmë, ky zë dhe kjo klithmë anë mban ti, ushton, më shpëtoni, po mbetëm shkretëtir. Imagjinoni ju se çdo ndodh me shqiptarët në 4 vite katastrofë të re. Kur shqiptarët s'do ta lejojnë këtë. 11 maj pra është një ditë për një kthes vendimtare. Për shqiptarët që ëndrat e tyre ti vendosin në Shqipëri. Është një ditë për një kthes vendimtare që këta të ri ëndrën e tyre shqiptare ta ndërtojnë në Shqipëri. Është një ditë për mbar kombin që miliona shqiptarë që u larguan nga Shqipëria gjatë këtyre 10 viteve të rikthehen, të vinë për të ndërtuar në Shqipëri ëndrën e tyre dhe për të vendosur Shqipërinë në rrugën e madhështisë saj, në rrugën e zhvillimit saj. Miqtë e mi, 11 maj është një fitore, jo vetëm e opozicës, e koalicionit për Shqipërinë madhështore, por është një fitore
për çdo shqiptar që i thot dinjiteti dinjitet, është një fitore për çdo shqiptar që nuk don të qaj çdo ditë me lot të ftohta mjerimi nga skamja e madhe në cilën e ka zhytur vjedhja e qeveritarëve. Është një fitore për çdo demokrat socialist të pa parti që beson se në këtë vend mund të jetohet me dinjitet, mund të shpërblehet me dinjitet, se pasuritë e këtij vendi mund të begatojnë qytetarët e Pukës dhe mbarë Shqipërisë. Miqtë e mi, këto 12 vite ishin vitet e një rrokullisje shumë të rëndë, shumë të pamerituar. Në vitin 2013, pukiant, shqiptarët nuk kishin rrogat larta, por ama i kishin më të larta se të 6 kombet tjera të rajonit. I kishin më të larta edhe se rumunt, edhe se bullgarët. Dhe kjo është e vërteta që s'mohohet kurrë. Në këto 10 vite, çfarë ndodhi me ta? Në këto 10 vite, ata te kaluan ne 3 herë me pensione dhe te kaluan rreth 2 herë me rroga. Por jo vetëm kaq, se kjo është vetëm një anë e zezë medaljes së kësaj qeverisje. Ana tjetër, po ka që zezë kësaj medalje, se këta burra dhe gra, me këto pensione dhe këto rroga, në të ultat tashmë në rajon, duhet të shkonin në dyqane për të ble mallat me çmimet më të shtrejta. Gjatë këtyre 10 viteve, çmimi i ushqimeve u dyfishua. U dyfishua litra e qumshtit. U mbi dyfishua kilogrami mishit. U mbi dyfishua zarzavatet. U mbi dyfishua buka. Dhe sot, për të ble ato që blinte në vitin 2013 pensionisti, për të ble ato që blinte në vitin 2013 pensionisti me 143.000 lek pension, do të kishte një pension 390.000 lek. Do të kishte pra një pension minimumi 2 herë gjysmë më të lartë. Po kështu rrogulti, po kështu rrogtari me rrogë të mesme. Çfarë ndodhi? Si ne ram në këtë mënyrë? Pse të tjerët na të i kaluan me pensione 3 herë? Pse Malazezi, që mirëte në 2013 138.000 lek pensionin, pra më tullë se shqiptari, e merë sot 450.000 lek pensionin? Pse Maqedonasi, që mirëte në vitin 2013 një pension 130.000 lek, merë sot një pension 330.000 lek? Pse Serbi, që mirëte në 2013 një pension ndën 120.000 lek, merë sot 405.000 lek pension? Pse këto? Si ka mundësi? Ka vetëm një shkak, një arsye. Një arsye. Qeveritë e këtyre vendeve, në detyrimin më absolut të qeveritarit, parat më spari ja u kthejnë atyre që ja u marrin, ja u kthejnë qytetarëve, ja u kthejnë me rroga, ja u kthejnë me pensione, ja u kthejnë me ndihmë ekonomike, ja u kthejnë me shërbime. Kthehemi pak. Ftoj çdo socialist
çdo të papartit ta ndëgjoj. Kthehemi pak në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Në janar të këtij viti, kur në parlament erdhi buxheti prej 8 miliard euro. Çfarë ndodhi? Edi Rama, i zhytur me ministrat e tij në vjedhje dhe korrupsion të paimagjinueshëm, pati zemër, pati shpirt keqësi, të ndaj nga 8 miliard euro për 760.000 gra dhe burra të thinjur, të moshuar, gjithsej 16 milion. Gjithsej 16 milion. Dhe kur ne kërkuam të votohet ligji minimumit jetik, kjo tha na çon në humner. Çfarë humner, mori, pa shpirt, si që nga humnera. Po pse zbran humner Malizi, që i trafishoj pensionet? Pse nuk ran humner Maqedonia? Pse nuk ran humner Kosova apo Serbia? Pse nuk ran në humner kur pensionet që ishin 36.000 lek, i bam 82.000 lek? Nuk ran në humner ne kur pensionet mesatare i rritëm me 60% dhe pensionet maksimale me 20%. Si nuk ram në humner ne? Pse nuk ram në humner ne kur dyfishum rrogat të mësuesët, të mjekëve, infermierëve? Pra, miq, kjo betej është një betej kundër kësaj humnere, që këta thelluan duke vjedhur shqiptarët çdo ditë më shumë. Sepse rrogat e larta, jo, i rritën ato. I 3 fishuan, i 5 fishuan. Sot jemi i vetmi vend që di unë, në Europë dhe në botë, ku një zyrtar merr 30-40 pensione rrogë. Merr 7.000 euro rrogë. Nuk ndodh kund në botë. Nuk ndodh në asnjë vend. Pra, çfarë duhet bëjmë ne? Çfarë do bëjmë ne? 100 ditë të para jam këtu për të dhënë ju fjalën e nderit se në Puk, në këtë qark, se në Shqipëri nuk do ketë pension ndën 200 euro. Nuk do ketë ndihmë ekonomike ndën 200 euro. Nuk do ketë pagesë pa punësie ndën 200 euro. Pensionet tjera do rriten me 20%. Dhe rroga minimale do kalojë në 500 euro. Çfarë bëjmë ne me këtë? Ne me këtë u kthejmë parat ju. U kthejmë parat qytetarëve, se para janë tuajat. Dhe vetëm kaq, por çdo pensionist dhe çdo rrogult do të ketë kartën e konsumatorit. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që ushqimet dhe gjërat bazë do t'i blini me 20% më pak çmimin. Do merrim mbrapsht të vëshën. Nafta do zbres në nivelin e çmimit në Kosovë dhe Maqedoni. Më shkruante një mik dje, po kthehem nga Maqedonia, mbusha makinën, çmimi i naftës 1030 lek. Këtu 1700 lek. Imagjinoni ju,
Pse kjo? Pyesni pse? Sepse Edi Rama taton ju në naft 1 euro për çdo litër naft. 1.1 euro. Ju merr ju në çdo litër naft. Miq, mund të ndodh tu thot një mik i juaj se Berisha e ka për politik. Jo, i thoni. Po ta kishte ptik, nuk e dërgonte ligjin para 1 viti në parlament pikrisht për minimum jetik. Po të votohej, nuk fitonte ai që e votonte që kishte shumicën. Ne sigurisht e propozuam, por meritën e mirë të ai, dhe unë edhe para 2 javë sheftova, hajde mblidh parlamentin, ta votojmë së bashku se nuk duhet merita, po duhet që shqiptarët të trajtohen me dignitet dhe jo të poshtrohen me punon burr, ka më thoshte Muharrem Gashi, punova nga Puka. Punova, thoshte 45 vjet, marr 67.000 lek pension. Tjetri punova 50 vite, marr një pension qesharak. Kjo duhet marr fund. Ndaj dhe ne do rikthejmë parat ju. Ku do gjinen? Beteja e 11 majt është beteja më epike, është beteja më legjendare që njerëzit e lirë kanë bërë kundër hajdutëve. Këto para janë që të gjitha, por problemi i vjedhin, sepse nuk do zhduken ma, si që ka ndodhur 130 milion euro me djegësin e Tiranës, dhe gjurmët e ti nuk ekzistojnë. Dhe parat nuk i kanë marrë drejtorat, se s'mund t'i marrin kur drejtorat, ja u themun ju. Parat nuk i kanë marrë as supervizorët. Jo, parat i ka marrë vetëm ai që firmos për to dhe që në ligj është i detyruar të kontrolloj çdo sasi që disbursohet, por që ka çuar kontot veta bankare edhe s'ka kontrolluar asgjë dhe ky është Edi Rama. Dhe këto janë 130 milion. Parat do t'i gjejmë sepse nuk do përzamne për dufe dhe inate personale pronar televizionësh dhe si që ka ndodhë me Beketin dhe gjobitën Shqipëria 110 milion euro. Kryeministri i vendit nuk do mund të udhtoj kur me avion dispozicion. Jo, do udhtoj si ju me avion të linjave të zakonshme, të liret shtrejta aq sa janë, por të shpenzosh 21 milion euro për 2 vite në 140 udhëtime, do të thot je i pa shpirt, do të thot të ka vërbuar luksi, të ka vërbuar pasuria dhe nuk të bjen normen se ekzistojnë qytetar dhe hallet të tyre. Nuk do hap kryeministri kur në kryeministri as në shtëpinë e tij shishe vere 33.000 euro. O miq, shishen e tillë e hap njëri pa moral, i cili nuk nguron për të ble kopshtin e Edenit në borën e pasëm të kryeministrisë 5 milion euro. Kopsht të cilin nuk e ka ble as mbreti Anglis, as perëndori Japonis, as presidenti i Shteteve të Bashkuara apo kancelari i Gjermanisë. E blen kryeministri i vendit më të varfër, i qytetarëve me rrogat më të ulta, i pensionistëve me rrogat më të ulta. E blen se është i biri i tjatit, i cili urren njerëzit, i cili është më kuar,
me urrejtje për njeriun, i cili është me kur në fini, me urrejtje për të tjerët, dhe me karta bjank për serën e tij. E bën një njeri i cili, për cilin nuk ekzistojnë të smurt, nuk ekzistojnë smundjet, që duke vjedh, lënë spitalet pa ilaçe, deklaron se ajo që ndodhi në onkologjik është krim kundër njerëzimit, dhe që smerr 100 dark nga arka e shtetit për t'i dhënë fund atij krimi kundër njerëzimit. Pa aty krimi kundër njerëzimit vazhdon, telefonat u bien të smurve, për 2 muaj nuk keni më ilaçe, edhe 3 muaj s'do keni mjekim, aparaturat janë prishur, dhe ata njëri pas tjetrit mbetën në mshirën e smundjes. Pra, a vazhdohet ky është njeri që s'ka asnjë normë. Miq, do të ju premton pasaportën europiane. Pasaporta europiane e tij është pasaporta më kallpër në botë. Me Edi Ramën nuk shkohet kur në Europë, po. Me Edi Ramën mbi 1.099.000 shqiptar ikën nga Shqipëria dhe morën në Europë pasaportën europiane. Pasaporta europiane e Edi Ramës është si djegë si Tiranës, është si premtimi për shtetësinë falas. Premtoj shtetësinë falas. A e dini ju që vetë Instituti Statistikave të tij deklaroi javën e kaluar se shqiptarët shpenzojnë nga xhepi i tyre për kujdesin shtetësor 820 milion euro. Shqiptarët për frym shpenzojnë 410 euro për frym në vit. E imagjinoni, shqiptarët për frym shpenzojnë për ilaçe 2 herë më shumë se për bukën e gojës. Ç'a ndodh? Nuk i blejnë, rrinë pa mjekim, ose në mshirë të familjarëve të tyre që t'ja u dërgojnë. Edhe ato tjera që janë marka Doshi Nushi. Janë marka Doshi Nushi. Në vend të gjitha me niseshte dhe pa efekte, ilaçe mashtrimi, ju ja fjallën ju se javën e parë dylli Doshit dhe Nushit dhe në Shqipëri s'do mund të futen kur ilaçe tjera përveç atyre që tregtohen së paku në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe jemi këtu, ju premtoj ju, po ju premtoj edhe pukjanëve shqiptarëve të mrekullueshëm diasporë, se pas 11 majit nuk do porosis kush ilaçe jashtë shteti, se do vëm këtu në Shqipëri listën italiane të rimbursimit. Po. Ato ilaçe që shteti i Republikës Italiane, vendi pasur, ju rimburson qytetarëve tyre, ato do ju rimbursoj
qeveria e koalicionit ton qytetarëve shqiptar. Nuk jemi zingjin, po për shtetin do bëjmë të njëjtin kujdes. Ndaj dhe miqtë e mi, kjo që undala gjerë tani, është të themi pakete e dhimbshurisë. Është pra pakete e shpirtit dhe zemrat njerëzve e solidaritetit që kemi për njëri tjetrin dhe që s'duam ta shohim kurrë në skamje, s'duam të shohim njëri të flas me vete për nga mospasja. Po kjo është vetëm shtylla e parë. E dyta, Made in Albania. Puka, prodhim, prodhim, prodhim. Sot pasurit, këta qeveritar dhe fondet i plaçkisin, i ndajnë njëri me tjetrin. Ju garantoj se fondet dhe pasurit do të ndahen, do shtrohen në mirësi për qytetarët shqiptar. Dhe kjo jo vetëm në rroga dhe pensione, por ata do të jenë përfituesit kryesor të pasurive të pamas që kemi ne. Ndaj dhe ne do krijojmë në Pukë dhe në Shqipëri klimen më miqësore ndaj biznesit. Do të rindërtojmë në Pukë infrastrukturën më moderne. Do shohim me përparësi tunelin e Reps-Gjegjan. Po. Ata që mund të rrudhin buzët kur e dëgjojnë këtë premtim, ata nuk njohin Pukën, potencialet e saj prallore, nuk njohin pasuritë e mëdha të saj, nëntoksore, mbitoksore, nuk njohin shpirtin punëtor të jashtëzakonshëm të pukianëve të mençur, nuk njohin pra se Puka është një thesar i vërtet në pasuritë e saj. Çdo fermer do të subvencionohet për çdo fidan të mbjell, për çdo kokë bagti të mbarshtruar, për çdo njësi prodhimi. 2 javë më parë, një fermer nga Fusharsi më dërgon një mesazh. Më thotë Sali, duhet të premtosh se do importosh shumë të imta dhe lop, sepse po shfarosen, edhe do a kemi shumë të vështirë të rikthejmë përsëri. Unë i premtoj atij se do bëjmë gjithçka që ti 2 fishojmë dhe 3 fishojmë të gjitha krerët e bagtive. Dhe se qeveria do të 5 fishoj, do të 5 fishoj subvencionet për fermerët e Pukës dhe të Shqipërisë. Në qoftë se sot merrni 100 euro, do merrni 500 euro. Si ju ka dënuar Edi Rama ju me subvencionet? Ai ka dënuar gjithë fermerët e Shqipërisë, po në mënyrë të veçantë ju, duke vu kushte, se duhet kesh 10 lop, se duhet kesh kaq hektar, se duhet kesh aq hektar. Asnjë kusht për çdo krerë bagti, për çdo sipërfaqe të mbjell, për çdo fidan të mbjell, do të keni subvencion, subvencion, subvencion. Bim mjekësore, arrort, drut frutor, do t'jenë përparësi në nxitjen, mbjelljen
kultivimin e tyre. Pra, ne synojmë të dyfishojmë prodhimin bujqësor në 4 vite. Por puka është puka e rezervave të mëdha industriale. Puka është rrethi minje. Bravo, atje ka vend, po. Jo, prit. Miq, po të mos kishte mercenar Dumanin, Erioni do dukej lule në krahasim me Edi Ramën. Po, ja u themun ju. Prandaj në çdo fjalim rroftë qoftë Altin Dumani vërtet. Po le t'ja lam ato ne ati. Ne merrim me problemet tona. Pra, me 11 maj ndahen 2 kohra. Ndahen 2 epoka, ndahen 2 morale. Shikoni si ecën. Ka qeverisht 12 vjet. Nuk mbron një projekt, një arritje të ti, sepse çdo arritje ka të nxirë me vjedhje, sepse tuneli llogaras me fakte. U vëllën 60 milion euro. Sepse rruga që në Kroaci ndërtohet me 1.6 milion euro, 27 metra e gjërë. Në Shqipëri, rruga e Arbrit 10 metra, ndërtohet me 11 milion euro. Se Unaza e Tiranës, 13 kilometra, ndahet në 14 kontrata, për të vjedh 14 herë, dhe ndërtohet me 17 milion euro kilometri. Pra, për të mbuluar gjitha këto, kalon dhe kërkon ta bëj parodi fushat elektorale, mendon se duke u hedhur shashka të tilla të turpshme, shqiptarve do mund t'i mashtroj. Nuk thot asgjë. Ju përmend vetëm pasaportën europiane, të cilën ai sa arrin kur. Nuk shkohet në Europë me kriminal si Edi Rama, nuk shkohet në Europë me kriminal si Taulan Balla, nuk shkohet në Europë me idiot, me hajdute si Nubi Balluku, nuk shkohet në Europë me këta. Jo, në Europë shkohet me vendos të shtetit ligjor, me vendos të bandave paraligjit. Nuk shkohet në Europë me Safet Bajrin, nuk shkohet në Europë me Vispojen, apo me bandat e Elbasanit e tjerë. Jo, shkohet me to kur t'i vendosë paraligjit, dhe atje kanë vendin. Dhe u them këtu prapë të në puk, ta din, se me datë javën e parë të majt, ata jo shpallën organizata kriminale, po shpallën grupe terroriste. Puka madhështore është puka një qark, një rreth me prodhimet jashtëzakonshme energjie. Kaskada është e pukës, por 3 herë më shumë se kaskada. Puka mund të prodhojë sipas studimeve shkencore shumë besueshme, 3 herë më shumë se kaskada. Puka mund të prodhojë me turbinat e erës nga shumëria Gjervat Desh. Dy herë më shumë se kaskada. Puka mund të prodhojë me të gjitha çatit e pukjanëve të mbuluara me panele fotovoltaike, me financim të shtetit. Pra, ne do i shtrojmë pasuri për qytetarët,
të gjithë çka natyra, Zoti, i ka dhënë pus dhe Shqipërisë. Ndaj miqtë e mi, 11 maj është dita juaj, është ora juaj. Ju bëj thirrje të shkoni tek çdo qytetar, tek çdo njohur, dhe ata që si arrini dot me telefon, me SMS në çdo mënyrë, t'ja u paraqisni këtë program. Nuk është program. Nuk është program për një parti. Nuk është program për Sali Berishën. Jo, është program për çdo shqiptar. Pavarësisht nga bindjet e tij politike, është një program për Shqipërinë. Sepse për çdo njeri, ky program garanton një mundësi më të madhe. Për pensionistin, një mundësi për një jetë më të mirë. Për fermerin, një mundësi për fermën e tij, për suksesin fermën e tij. Për rrogulltin, një mundësi për të ushqyer fëmijët e tij më mirë. Për biznesmenin, një mundësi për të fituar më shumë dhe zgjeruar dhe punësuar më shumë. Për Shqipërinë, një mundësi e madhe që bijtë dhe bijat e saj të qëndrojnë në Shqipëri, të ndërtojnë ëndrrën këtu. Për çdo të ri, për çdo të ri, ofron mundësinë e shkollimit në shkolla shumë më të mira. Hiqet mesatarja, vendoset bursa 200 euro, kredi pas mbarimit të studimeve për strehimin, pagesë sigurimeve shoqërore për çdo të ri, për punësimin e tyre, për çdo nën motër, një përpjekje e re e madhe për të rikthyer ato në pjedestalin që meritojnë. Madhështia e Shqipërisë janë nënat dhe motrat tona e gratë tona. Pukjanë të mençura dhe shqiptarë të mençura. Dëgjojeni se si shkon. Kalon nga takimin takim me një gjuhë që s'po e them se e thash disa herë, s'po e them ma, po e dini vetë ju, në të cilat përpiqet të denigroj familjen shqiptare, sepse ai mendon se duke denigruar babain, prindin, bashkëshortin, vllaun, e gëzon nënën, motrën, bashkëshortën, nuk ka mendje më perverse se kjo. Mendje turpshme, por ky nuk i ka të rastishme këto. Jo, ky është i ati mentaliteti, për të cilin edhe fjala nën dhe baba duhet të fshihet. Ky filloi futin tekstet shkollore, prindi 1 dhe prindi 2. Ky solli në parlament ligjin e fermave të grave, që i respekton kaq shumë, po ligjin për fermat e grave e solli. Çfarë do thot? Që të lidhin fëmijët askujt. Po absolutisht po. Pra ky tani, si për të shkelmuar familjen, ajo thot, ajo që nda, ajo është me duhura për ne. Por bashkimit dhe ndarja janë akte të lirisë njeriut, po ajo që ne kemi të shejt, ajo që ne kemi djepin ton, sukseseve, të jetës dhe çdo gjë është familja. Sigurisht që është familja. Çfarë do? Atë se pranon, atë thirrjet ti se pranon as një burr, as një grue. Po ky njeri i kapur keq nga ato që ka krye, nuk din dhe përpiqet flet çdo gjë në mënyrë që të mund të mashtroj dhe të marrë në një votë, dhe jam i bindur
që nënat, motrat, gratë shqiptare do të japin ati me 12 maj atë që ai meriton në shumë se kush do tjetër. Dhe unë i garantoj ato, se do bëjmë gjithçka që fëmijët e tyre të mos largohen nga Shqipëria, që vajzat e tyre të mos largohen nga Shqipëria. Do bëjmë gjithçka që fëmijët e tyre të rritën të shëndetshëm. Do paguajmë 70 euro për fëmijën e parë. Do paguajmë 60 euro për fëmijën e dytë. Do paguajmë nga linja Gjerë në 23 vjeç fëmijën e tretë shteti. Po kur djem pyeti një qytetar, sa li tha? Po me 4 fëmijë ç'do bësh? 4 fëmijë do paguhet dhe i 4-ti, edhe i 5-ti dhe secili nga linja Gjerë në 23 vjeç. As një vot për partit që për ata që rahin gjoksat, e opozitës së opozitës. Ata janë patericat e Edi Ramës. A e pat se ç'a ndodhi në Lezhë. 2 deputet të Doshit u tërhoqën. I tërhoqi Rama, i tërhoqi Uluziu, e thirri Doshin në SPAK, tërhiqi ose po vazhdoj, Doshi urdhër atyre për të tërheqë. Kurse këta tjerët i ftova ta dini këtu, se cili për ju ta di. Kam dalë mbi veten, kam dalë për interesat tuaja, kam dalë në emër tuaj, i kam ftuar se cilin të vitë bashkohemi. Jo, tha, se ne jemi opozitës. Pra janë pateritë se Edi Ramës. As një vot për to, të gjitha votat, koalicionit për Shqipërinë madhështore, të gjitha votat, për veten tuaj, për rrogat tuaja, për pensionin tuaj, për fermat tuaja, për fëmijët tuaj, për biznesin tuaj, për Shqipërinë madhështore, për Pukën madhështore, rrofsh ju, rrof Puka, rrof Shqipëria.